Dy kandidatët për deputet të Partisë Socialiste, Shoqëri Hiqësi e Pirodhima, kanë votuar paraditën e sotme në ambientet e Universitetit të Gjirokastrës, ku funksionojnë 3 qendra votimi dhe në listat e tyre janë të regjistruar 2002 zgjedhës. Ata gjithashtu i kanë bërë apel shqiptarëve të ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur Parlamentin e ri shqiptar 2025-2029. I ftoj të gjithë shqiptarët të dalin votime, ashtu sikur se votoi diaspora, ta përfundojmë këtë proces me dignitet e kulturë, ashtu siç e meriton kombi jonë. Sot Gjirokastra voton për të ardhmen. Sot qarku i Gjirokastrës voton për të ardhmen. Votoni për Gjirokastrën dhe qarkun e Gjirokastrës drejt Europës. Po, unë sa po votova dhe në fakt për thirrje të gjithë përmetarëve, kërcyrjotëve, gjithë qarku Gjirokastra dhe gjithë shqiptarëve të votojnë pasi kjo është për të ardhmen e Shqipërisë dhe për një Shqipëri 2030. Sot është një ditë e shënuar për të gjithë ne, ftoj të gjithë banorët e qarkut të Gjirokastrës të marrin pjesë masivisht në votime. Fitoft më i miri. Sot është një ditë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, është dita e votimeve, është dita kur ata shprehin vullnetin e tyre të lirë, për të ardhmen e tyre, për fëmijët e tyre, për Shqipërinë. Apeli im për gjithë qytetarët sot është dilni sa më shumë në votime, votoni dhe shprehni vullnetin tuaj, dëshirën tuaj, aspiratën tuaj, për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri me standarde më të larta, për një Shqipëri evropiane. Sot është ditë e veçantë, është ditë e qytetarëve, ditë e shqiptarëve, patjetër edhe ditë e Gjirokastrës. Më vjen mirë në fakt që gjatë kësaj fushate, ka qenë një fushatë e qetë, qytetare, edhe në përmbushje të ligjit Bashkia Gjirokastër, sot që po flasim në 65 qendrat e votimit janë funksionale, ka vazhduar gjatë gjithë kësaj periudhe, është ndjekur me prioritet gjithë ky proces, edhe ditë e sotme, shtash është një ditë ku duhet flasin një qytetarët, edhe më vjen mirë që edhe procesi sot po vazhdon rregullisht, qetësisht, i ftoj gjithë banorët e qytetit Gjirokastrës të përmbushin këtë detyrim, jo vetëm qytetar,
po një ditë e rëndësishme thash edhe për të ardhmen e fëmijëve tanë.